Pas 15 muajve proces dhe pas miratimit nga Kuvendi Komunal I Ferizajt, sot zyrtarisht u bë hapja e shqyrtimit publik për planin zhvillimor komunal 2017-2025, I cili është ndër dokumentet më të rëndësishme të komunës së Ferizajt, që përfshin profilin e komunës, infrastrukturën rrugore, trashëgimin kulturore, trashëgimin natyrore, hidrologjin, furnizimin me ujë të pijes, trajtimin e ujrave të zeza e të tjera. Drejtori I urbanizmit në Ferizaj, Faj Grajnca, tha se ka kohë që komuna e Ferizajt ka mbetur pa plan zhvillimor dhe pa të, komuna nuk mund të çojë përpara proceset e tjera. Grajnca shtoi se pjesëmarrja e qytetarëve në debate publike për PZK-n është e rëndësishme në mënyrë që në të ardhmen mos të paraqiten probleme. Është tepër e nevojshme që të gjithë qytetarët të vinë dhe të interesohen për parcelat e tyre, që pasi të aprovohet plani zhvillimor komunal mos të kemi probleme, çfarë mund të ketë, unë se kam ditë, pse ke para por rrugën, pse se ke para por rrugën, pse ke zënu, pse se ke ngushtu. Po them për këtë arsye bëhet shqyrtimi publik, bëhet dëgjimi publik, ekspozohet plani zhvillimor si dokumenti planifikimit hapësinor në sallën e Kuvendit, këtu në holën e Kuvendit, dhe ju mund të vini dhe të njoftoheni për të gjitha informatat që juve ju nevojitet. E kompania konsulente INSI, e cila është kontraktuar nga komuna e Ferizajt për hartimin e këtij dokumenti, duke treguar në detaje se çka përmban plani zhvillimor komunal, tha se ky plan nuk zgjidh problemet e Ferizajt brenda ditës, por krijon prioritete. Është dokument strategjik që nuk kupton një dokument I cili e krijon një vizion, që nuk kupton se ku komuna e Ferizajt e shef vetën mas 10, 15 dhe 20 viteve tashme, mirë paralelisht ai vizion duhet jetë sa më real që është e mundur, edhe për me mërri që atë vizion duhet me kriju disa prioritete strategjike, duke e ditë se në gjitha fushat kemi probleme, qoftë zhvillim ekonomik, qoftë infrastrukturë, qoftë fusha tjera, qoftë zhvillim rural, në për fshatrat tona ka probleme të mëdha, mirë paralelisht ato probleme nuk synon dokumenti as kur kush mi zgjedh brenda ditës, po duhet me kriju prioritete. Lidhur me planin zhvillimor komunal 2017-2025, që në shqyrtimin e parë publik pati vorrejtje nga qytetarët e Ferizajt. A ka pas ndryshime të ati drafti gjatë në ndërkohë, me këtë që po shohim këtu. E dyta, përse për qytetarët nuk është në dispozicion formati vektorial I hartave të banimit edhe hartave të rrugëve të qytetit në planin zhvillimor komunal? Ndryshimet nuk janë bë në asnjë moment për një arsye të vetme se realisht mosi edhe një lloj pëlqimi në parem për ministrisë I pari me kush që mi ndryshu që të zene, pritet që gjatë që t'i procesi duhet mi ndryshu pa tjetër. Rruga Enver Topolli. Me planin e më hershëm, ajo zonë ka qenë ndërtim I lartë. Konkretisht edhe me planin urban të zonës 6. Tash në këtë plan, këtu vretëm që dëmëhon ajo është bo ndërtim individual. Edhe sa keni ju qasje për mi qelë rrugë, ajo lagja është krejtësisht e mbyllur, po thëmë, di edhe një rast kështu që një person e ka bo bartjen e rrugës në emën vetë. Unë nuk di që është bëhet bartja e rrugës e emën. Çështja e hapjes rrugës është një proces tjetër që është kompetencë një drejtorie tjetër, do të thotë drejtorisë për pronë dhe katastër, në procedurat e shpërndësimit, dhe në fillim unë e thash që është një proces shumë I shtrejt, hapja një rrugë kushton bukur shtrejt. E ai që ka kundërshtuar tërë ecurinë e planit zhvillimor komunal 2017-2025, edhe sot këtë diskutim publik e quajti të jashtëligjshëm. Enver Haliti, këshilltari I Kuvendit komunal nga radhët e AAK-s, tha se për këtë debat publik nuk është përfillur afati kohor
dhe nuk janë përmirësuar vërejtjet e ministrisë. Pa marrë konfirmim në lishmërisë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, ka ftu qytetarët në debat publik vetëm 2 ditë pasi që është dërgu vendimin ministrit për verifikim. Që do të thotë se është një shkelje e radhës nga Drejtoria e Urbanizmit dhe unë gjithashtu në cilësinë e antarit kuvendit dje kam dorëzuar edhe një letër njoftim ku ju kam drejtuar kryetarit Muharrem Sfaqa, kryesuesit Faruk Guri dhe drejtorit të urbanizmit Faj Grainca, ku kam specifikuar të gjitha shkeljet që kanë ndodhur, do të thotë me thirrjen e diskutimit publik për draft planin zhvillimor, pa u përfill këta fate ligjore dhe pa u përfill ato vërejtje që ka dhënë Ministria e Mjedisit. Plani zhvillimor komunal 2017-2025 do të jetë në shqyrtim publik deri më 26 prill. Gjatë kësaj kohe, qytetarët Ferizajas kanë mundësi të japin vërejtje dhe sugjerime për këtë dokument.